Sot është dita e fundit para zgjedhjeve të 11 majit, ku drejtuesit e partive politike i bëjnë thirrje diasporës që të votojë. Kryeministri Rama u kujton shqiptarëve jashtë kufive që ende nuk e kanë dërguar mbrapsht zarfin me votën e tyre, se është dita e fundit e ballafaqimit të palëve para gjykimit të popullit sovran. Ai thotë se ky është dhe mesazhi i fundit që do të përcjell motrave dhe vëllezërve në Greqi e me radhë, ku ende ka zarfe që janë nëpër shtëpi dhe ku ka ende kohë për të bërë pjesë e takimit të historisë më 11 maj. Ky është edhe mesazhi i fundit që dua t'ju përcjell të gjithë motrave dhe vëllezërve tanë në Greqi, në Itali, në Gjermani, në Britani e me radhë, ku ende ka zarfa që janë nëpër shtëpia dhe ku ende ka kohë për të bërë pjesë e takimit historik të 11 majit, për të takuar historinë së bashku me shumicën ndërmuese të shqiptarëve që në 11 maj do të përcaktojnë pas një ekivok rrugën e fatit evropian të Shqipërisë. Ju lutem, keni marrë mundimin të regjistroheni, jeni në kushtet kur për herë të parë në histori mund të votoni drejt për drejt nga jashtë kufive, por në ditën kohë keni edhe shansin historik të merrni pjesë në një palë zgjedhje që janë më shumë se sa zgjedhje për partitë, janë më shumë se sa zgjedhje për kush do të qeverisë e kush do të qëndrojë në opozitë, janë zgjedhje për të përcaktuar se ku do të jetë Shqipëria 2030, për të përcaktuar se si Shqipëria do të përballojë dhe do të mbyll negociatat me Bashkimin Evropian 2027, janë zgjedhje për t'i dhënë një fuqi të re vendimmarrëse dhe një frymë të fortë Bashkimi Evropian vetë Shqipërisë. Shpresoj dhe besoj që kush më ndoqi dhe kush ende e ka zarfin në shtëpi do ta bëj një përpjekje, do ta bëj një mund të vogël, krahasim me gjithë mundet e mëdha që keni bërë më parë, për t'ju bashkuar dallgëve të mëdha kuqezi që do ta përmbysin me shpresë, me energji, me ardhmëri Shqipërinë e 11 majit. Sipas KQZ-s, votat që mbërrin pas datës 11 maj ora 19 do të shpallen të pavlefshme. Votat e ardhura nga diaspora do të administrohen dhe numërohen në Pallatin e Sportit Feti Borova pranë Parkut Olimpik në Tiranë.